Një furgon pasagjerësh është gjetur i minuar nga drejtuesi i tij duke evituar një tragjedi me përmasa të frikshme. Ngjarja është regjistruar në Lezhë, ku në mjetin e transportit është gjetur një minë e cila ishte vendosur në një nga sedilet e tij e gatshme për të shpërthyer me celular. Atentatorët këtë herë kanë kapërcyer çdo kufi, pasi sipas deklarantave të drejtuesit Dedleshi, ai do të nisej të kryente udhëtimin e zakonshëm në linjën Lezhë-Shëngjin, ku numri i pasagjerëve është gjithmonë tepër i lartë. Fatmirësisht drejtuesi i mjetit ka konstatuar në kohë 300 gram lëndë plasëse dhe është larguar me shpejtësi duke lajmëruar edhe efektivët e policisë lokale, të cilët kanë rrethuar menjëherë zonën. Për ngjarjen në fjalë janë lajmëruar forcat e Xhenios në kryeqytet, të cilët janë nisur drejt vendngjarjes ku kryen edhe çaktivizimin e eksplozivit, i cili ka alarmuar edhe banorët e pallanteve pranë të cilave ishte parkuar automjeti. Ky është një nga rastet e shumta të përsëritura gjatë ditëve të fundit, ku shpërthimet me lëndë eksplozivi po alarmojnë banorët e çdo qyteti, duke lënë pas gjurmë terrori. Rasti më i rëndë ndodhi në Durrës, ku biznesmeni Çela, 45 vjeç, humbi jetën, ndërkohë që edhe në Vlorë janë shënuar një sër shpërthimesh, ku atentati i fundit ka qenë ai ndaj kreut të komunës Qendër Vlorë, Fredo Berberi.